Përshëndetje të nderuar televizionistë. Në aktualitet sot ne ndalim tek sindikata e tipografisë, tek kjo sindikat e pavarur e Shqipërisë të tipografëve dhe kam ftuar në studio presidentin e sindikatës pavarur të tipografisë të Shqipërisë, zotin Hikmet Daja, më sembra në studio. Mirë u gjeta. Kam ftuar në studio edhe avokatën e sindikatës, Linda Slimani, njëkohësisht edhe anëtare e Këshillit Kombëtar të kësaj sindikate. Më sembra në studio. Hikmet, unë nuk e dija që kishte një sindikat të tipografisë, kjo që ka një lajm shumë i mirë, për arsye sepse tipografia në Shqipëri sot mund të punësojë pa frikë mbi 50.000 veta. Çfarë ndodh? Atëherë unë do ta filloj me këtë që thatë ju nuk e dija dhe mua më vjen shumë keq që nuk e dini. Sepse sindikata e tipografisë Shqipërisë është sindikata e parë e pavarur në Shqipëri. Është sindikata e parë kurajoze, është sindikata e parë që i tha stop diktaturës, është sindikata e parë që në protestën e parë të saj ndaloi shtypjen e gazetës Zëri i Popullit dhe lejoi vetëm shtypjen e gazetës sindikaliste dhe të gjithë gazetat tjera i bllokoi në një ditë të caktuar, është sindikata e parë që bëri statutin e parë dhe që mbështeti grevën e studentave dhe domethënë dole me një flamur për demokracinë dhe për krijimin e sindikalizmit në Shqipëri, jo me bashkimeve profesionale që ishin rrypa transmisione të partisë në pushtet. Ajo sindikat ka vazhduar ekzistencën e saj, por për fatin e keq të tipografisë, ndonë se në fillim ishte një numër 12.500 antar, sepse aq punëtor tipograf ishte në përshtypshkronjat në Shqipëri të shpërndara, sot ajo është reduktuar shumë si numër. Antar virtual mund të jenë të gjithë tipografët që punojnë në shtypshkronjat vogla poshtë e përpjet, por që s'mund t'i organizosh për në sindikat, dhe antar real arrin deri në rreth 400 veta. 400. Do me thënë, të mendosh që ai proces teknologjik i vjetër bëhesh me 12.500 antar, sot bëhet me 2.500, 3.000, 4.000 e shumta që punojnë të shpërndar rreth e rrotull, që janë dhe antar virtual të kësaj sindikate. Është një progres shumë i madh në teknologjinë e poligrafisë. Ju vini dëshmitar të gjithë të cilësisë së madhe të revistave, të shtypit të librave, të gjithëve që janë. Kjo sindikat ka bërë një luftë të jashtëzakonshme. Kur them të jashtëzakonshme, sepse që në fillim është hasur me pengesa të mëdha, dhe një nga pengesat kryesore ka qenë që qeverit njëna mas tjetër, sidomos ato të fillimit, Fatosnano, ose pastaj më pas edhe e Berishës, insistonin gjithkohën që librat shkollore të shtypen në Maqedoni, të shtypen në Kroaci, të shtypen domethënë jashtë Shqipërisë, dhe biles më kujtohet që patar një fond shumë i madh nga Italia, si dhuratë për Shqipërinë, për të shtypur libra, dhe këtë fond tashmë po mendohesh kush do ta merrte, Maqedonia, kjo, dhe ka qenë luftë e madhe e kësaj sindikate që të kthehej ky vendim i qeverisë dhe librat të shtypeshin të gjithë në Shqipëri me një vendim qeverie. Dhe biles më kujtohet atëherë kam qenë detyruar të bëj një shkrim në gazetën Corriere della Sera, një shkrim që u publikua shumë dhe që solli që qeveria shqiptare të reagonte menjëherë dhe librat të ktheheshin dhe të shtypeshin në Shqipëri. Ka qenë një luftë e madhe e kësaj sindikate për të hequr doganën e materialeve poligrafike që ishte në stratosferë, në mënyrë që të hynin më me kollajllëk. Dhe kjo i shërbente asaj finales që ne arritëm mbylljen në të gjitha shtypshkronjave të procesit të punës me plumb, që ishte një proces teknologjik i tmerrshëm dhe merrte jetë tipografësh. Dhe ato që kanë punu me plumb, që kanë ngelur shumë të pakët sot në numër ende gjallë, për fatin e keq nuk jetojnë më. Sepse ka qenë një proces teknologjik jashtëzakonisht i vështirë dhe i dëmshëm për shëndetin e njerëzve që punoheshin kohën e verit, radhitja me shkronja plumbi. Treteshe plumbi, bëheshin format dhe radhiteshin librat. Sukseset e kësaj sindikate janë jo të bujshme. Ne jemi sindikat që kërkojmë shumë konsensus me partnerët tonë punëdhënës. Ne kërkojmë që këto partnerë punëdhënës të jenë edhe kolegët tanë, që shtypshkronja e tyre pjesërisht jetë edhe e jona, sepse po që se partneri jonë punëdhënës do të ketë rezultate në punën e vetë, do të ketë të ardhura më të mëdha, rrogat tona do të rriten. Po që se partneri jonë punëdhënës do të ketë të ardhura më të mira, kushtet e punës në të cilat ne punojmë do të jenë shumë më të mira. Pra, ne nuk kërkojmë aksese. Ne kërkojmë gjithkohon që të kemi marrëdhënie shumë të mira dhe faktikisht kemi arritur që me partnerët tonë punëdhënës të ndërtojmë marrëdhënie të kësaj natyre që dhe kur ato tentojnë të shkelin një nen të kontratës kolektive, për cilat avokatja e sindikatës do flasin dhe më gjatë, ne të zgjidhim këto konflikte me ballafaqime. Ja, me që kemi dhe avokatën këtu.
Je antar e dhomës avokatisë të Tiranës? Jam antar e dhomës avokatisë. Kombëtare apo të Tiranës? Të Tiranës. Të Tiranës. Tiranës dhe Tirana është e kombëtarës. Nuk e vendisim. Janë je me zotin Fatmir Braka. Jam me zotin Max Haxhia, Fatmir Braka, etj. Është ombrellë. Përse sindikatat e topografëve vuan sot? Sindikata e topografëve nuk mendoj që vuan. Unë mendoj që kryesorja që sotet e risi kodi i ri i punës është kontrata kolektive e cila me kodin e ri të punës është e shkruar. Do të thotë që dhe nëse ti bën ndryshime për çdo fenomen që del, për kohën që vjen, të gjitha këto nuk janë më kontratë gentlemenësh, po janë të gjitha të shkruara. Dhe kjo është një armë shumë e mirë për punëtorin që t'i çojë në gjykat, që ta zgjidhim me gjithë shkallët që nga pajtimi, marrëveshja, ndërmjetësia, arbitrazhi etj. Po mbi të gjitha është një armë për të mbrojtur vetveten në gjykat. Sepse dikur kontrata kolektive bëhej dhe shumë pika që ndryshonin gjatë kohës, ato ishin marrëdhënie gentlemenësh me të cilat ti nuk mund mbrohesh në gjykat. Dhe kjo është një risi e kodit të ri të punës, që i mbron punëtorët dhe përpara gjykatës. Ashtu siç janë dhe shumë risi të tjera në favor të punëtorëve. Nderuar Ismete, juve aderoni tek Bashkimi i Sindikatave të Programit të Shqipërisë. Cili është roli juaj? Tash, ne jemi një nga sindikatat e para. Jo, nuk e vendyshim, e lash. Sot, në këtë realitet shqiptar, i cili ka probleme të mëdha, por kemi shtëpi botuese pafund, kemi shtëpiskronja pafund, kemi punëtorë të cilët neve nuk i dallojmë dhe nuk i gjejmë. Edhe juve si sindikate keni vështirë që t'i gjeni, sepse shumë shtëpiskronja janë ilegale. Tashi, në Shqipëri ekzistojnë shumë shtëpiskronja. Po ti llogarisësh si numër janë rreth 4000 shtëpiskronja. Sikur nga një të punësuar të kanë bën 4000 veta. Unë kam arritur këto kohë sepse ne po bëjmë një studim dhe po luftojmë, si të thuash, me dhëmë për të rritur numrin e antarësisë. Pra të përfitojmë dhe të rrisim ku tjetë e mundur. E kemi kufizuar, në rast se ligji ka 20 veta, ne këto duke i marrë në ombrellën e federatës, siç është kjo jona, kemi toleruar deri në 11 veta dhe themi në rast se janë 11 antarë, ne do ta bëjmë sindikatën këtu se s'bën. Dhe kam parë që punohet edhe në garazh dhe makinash. Kam parë që punohet edhe në kati dytë, për shembull një apartamenti, që shqetëson dhe të tjerët, se makina e shtypi sado pak zhurmë të bëj, ka shumë, ka dita me radhë. Por fatkeqësia e sindikatës së tipografëve është kjo, që është kthyer në pjesën më të madhe në një biznes familjar. Prandaj është e vështirë, se në rast se do t'i thuash për shembull punëtorit, hajde ti në sindikat, dhe ne kemi filluar t'i ftojmë edhe në mënyrë të veçantë. Hajdeni, aderoni direkt në Këshillin Kombëtar, do me thënë të sindikatës, të merrni mbrojtjen, si me thënë, nga kupola. Ne nuk i mbrojmë dot atë me atë që tha Linda, me kontratën kolektive. Me ndryshimet e kodit punës, gjëja e parë që kërkuam ne nga avokatja, ishte, e kemi avokate vullnetare, nuk është se e paguajmë ashtu. Kërkuam që të na hartonte një kontratë të re kolektive pune, që t'i përshtatesh të gjitha ndryshimeve të kodit punës. Dhe vërtet ka për një kontratë model të mrekullueshme. Që ne tash shkojmë ballë hapur kudo, në cilën do shtypshkojmë me këtë kontratë që kemi. Po këto njerëz si nuk formojnë dot sindikatën dhe s'bëjnë dot kontratën kolektive me dhënësin e tyre, kanë interes të jenë sindikat? Ja. Nuk kanë. Atëre, Linda, me këtë kontratë ku keni shkuar, ose këtë kontratë kaq e maturuar, kaq frutdhënëse? Me këtë kontratë kemi shkuar kudo ku ka shtypshkronja dhe kudo ku ka akoma njerëz që nuk kanë krijuar sindikatën. Sepse duke ofruar një kontratë kolektive me të gjithë parametrat e dur, ligjor, që i mbron në çfarë do lloj situate, sepse është bërë shumë sever kodi i punës. Do të thotë që nuk mundet më punëdhënësi që të heqi thjesht sepse i teket që të ndërpresi një kontratë. Duhet të gjitha t'i argumentoj me shkrim, që nga procedura, që nga afatet, arsyet e heqjes janë shumë të rëndësishme tani. Nuk janë më arsye si dikur që unë po ndërpres vullnetarisht domethënë nga njëra anë kontratën e tjerë. Tani të gjitha duhen argumentuar. Dhe prandaj me anë të kësaj kontrate ne kemi mos sy hapur që të shkojmë dhe në ato sindikata, qoftë dhe familjare, në ato shtypshkronja, qoftë dhe familjare, apo dhe në ato shtypshkronja që kanë pak punonjës dhe t'i paraqesim ofertën tonë që ne jemi këtu për t'ju mbrojtur në çdo lloj situate që ju do jeni përpara punëdhënësit dhe përpara gjykatës, sepse shpesh përfundojnë në gjykatë. Po të shikosh se kemi dhe shumë tipografë që punojnë në ndërmarrje setërore, që kanë lidhje me shtetin.
Është vetëm një ndërmarrje shtetërore. Jo tamam shtetërore, shoqëria aksionere, është shkronja e letrave me vlerë dhe ka një lidhje me Ministrinë e Financave. Meqense prodhon biletat, këto letrat me vlerë. Po punojnë, unë me sa di që edhe në hipoteka dhe në këto ka prodhohen. Është një punëtor që merret vetëm një punëtor që nuk e se si organizon, por në këtë rast Linda, domethënë ka hartuar një kontratë tip individuale. Edhe këtë ja kërkuam ne. Tham të kemi një kontratë tip individuale, meqense marrëdhënia e punëtorit tipograf, që s'është i organizuar në sindikat, është direkte me punëdhënësin e tij. Atëherë mos jetë diskriminuese kjo kontratë. Të kemi një kontratë të bazuar në ligj, të bazuar në ndryshimet e kodit punës. Dhe unë e falenderoj nga zemra Lindën, me thënë të vërtetën, sepse pas një lloj interesi na ndihmon shumë dhe ajo ka hartuar një kontratë individuale tip, të cilën në ato shtypshkronja ku ne kemi kredibilitet, do me thënë ku fjala ime për shembull dhe ato gëzojnë një respekt për mua si punojse e vjetër e këtij sistemi të poligrafisë në kuptimin e zanatit që unë kam si redaktore. Dhe arrim do me thënë që të kontrollojmë, të kemi në kontroll dhe kontratën individuale, sepse ajo është shumë e rëndësishme. Është shumë shtypse kontrata individuale kur nuk e shikon sindikata atë. Dhe shumë Linda mund ta sqarojë më mirë, po është shumë e rëndësishme që kur kontrata kolektive ka prioritet në shumë nene, ajo apo jo Linda? Është e vërtetë sepse kontrata kolektive nuk bëhet midis një individi dhe punëdhënësit, që ai ka disa forma për të përfituar. Kontrata kolektive është mes shumë punonjësve dhe janë shumë zëra. Unë ndoshta dhe nuk hyn në këtë të tipografisë, por kam hasur klient me problem të këtill, edhe në institucion shtetëror, që nuk dinin të sqaronin pse po më ndodh kjo dhe pse po më ndodh ajo, dhe ne s'kemi kontratë. Si ka mundësi ju nuk keni kontratë? Jo, nuk kemi kontratë. Institucion i rëndësishëm, që s'dua ta përmend tani, do të thotë që sidomos me kontratën individuale, do me thënë ka disa forma abuzimi, kurse kontrata kolektive ka goxha prioritete, ka goxha gjerësi, merret me të gjitha nenet në përgjithësi që i interesojnë, me sanksionet, me afatet që shkelen, me procedurat, me të gjitha ato gjëra që ndihmojnë edhe dëmtojnë punëmarrësin, sepse të dyja duhen parë. Duhet parë edhe pjesa që punëmarrësi të ndihmohet, duhet parë edhe pjesa që punëmarrësi mos të dëmtohet, sepse shpesh herë abuzohet me këto pika në kontratën kolektive apo individuale. Nuk e vëndësin që ju keni një përvojë të gjatë, keni bërë shumë punë, por çfarë do të bëhet më tej, sepse kjo ka shumë rëndësi dhe kjo duhet të thënë edhe teleshikuesit, po edhe këtyre punëtorëve që janë të shtrirë në të gjithë Shqipërinë. Atëherë punëtorët duhet të kuptojnë mirë që në rast se është një avokat i tyre, nuk janë tashmë forcat politike, ta mbledhin mendjen nga kjo punë. Forcat politike kanë programet e veta, synojnë politikën, synojnë të marrin pushtete, kurse sindikata është e vetmja forcë që ndihmon punëtorët dhe është avokatja e tyre. Punëtorët tashmë duhet ta kenë të qartë. Unë për shembull qëllon që jam në familjen time, e qetë fare me problemet e mia, më bjen telefoni dhe më thotë, "Të lutem, dua të takoj sepse sot pronari më përzuri." Kur ai pronar është i lidhur në kontratë me mua, në kontratë kolektive dhe ka firmosur, ai s'mund ta përzejë aq kollaj atë punëtor. Sepse në kontratën kolektive, që tash sidomos me ndryshimet e kodit punës, që na është bërë nga avokatja një kontratë model, ne nuk kemi lënë punëtor pa mbrojtur në të gjitha hallkat. Dhe ky punëtor nuk ikën kollaj nga puna. Ndërsa në një vend ku punëtori nuk është i organizuar në sindikat, pronari me të mund të bëjë çfarë ti doj kokre qefit, duke e shtypur me këtë kontratën individuale që tham, që për fatin e keq lë shumë për të dëshiruar. Është sa për të thënë një dokument që kur vi inspektoriati, ta shohë dhe thotë, po pas ka kontratë midis Hikmetes edhe Betos, pas ka një kontratë. Por pikësynimi kryesor që sindikata jetë e fortë, është që sindikata jetë sa më e madhe. Sa më shumë njerëz jemi, aq më shumë bëjmë fuqi. Dhe punëtorët tipograf këtë duhet ta kuptojnë. Janë kus janë në numrin, domethënë që mund të organizohen apo jo. Ato duhet vinë dhe të krijojnë kontakte direkte me drejtuesit e sindikatës, në mënyrë që së paku mbrojtjen juridike ta kenë të garantuar falas si kundër e kanë. Unë kur më vjen një ankesë nga një punëtor dhe që s'është fare në sindikat, unë e drejtoj në studion e Lindës që shërbimet i merr pa para, i merr gratis dhe domethënë i bëhet gjyqi deri në fund. Edhe unë për këtë e falenderoj Lindën sa s'kam më, sepse nuk është në një avokate e pasur,
Po, është një avokate që, me thënë vërtetën, unë e kam futur lindë gjeografien sa kam mbaruar shkollën e mesme dhe paksa universitetin në problemet e sindikatës, sepse ka folur shumë mirë 2-3 gjuhë të huaja dhe më është dashur shumë herë ta kem për këtë sentime personale dhe kjo dashur pa dashur ka mësuar shumë nga problemet e sindikatës dhe nuk është një person që erdhi sot, do me thënë, ka këtë profesion avokaturën dhe sot po i shikon këto probleme. Jo, i ka në vazhdimësi në rutinën e punës së vet. Përveç faktit që është një njeri, do me thënë, që ka dhe pak shpirt, i dhimbse, do me thënë, njerëzit e punë. Ja, kemi këtu Linda. Linda, ke zgjidhur gjithë ato çështje dhe je në proces për të zgjidhur çështje. Është profesion i vështirë apo janë gjykatat, janë pronarët, janë punëdhënësit të vështirë në Shqipëri? Nuk është profesion i lehtë. Normalisht për mua është gjithmonë shkollë, gjithmonë universitet, unë kështu them, sepse gjithkohon ka ligje të reja, gjithkohon ka VKM, gjithkohon ka novita. Nëse nuk do merresh edhe do futesh brenda në gjëra ngelesh në vend. Po edhe kodi punës i riu që hyri solli prap risi. Sidomos 11 risi që i quajmë ne shumë të rëndësishme, sepse kanë të bëjnë leja e lindjes tani merret dhe nga burri dhe nga gruaja. Ka të bëjnë me domethënë diskriminimin seksual, që flitet me hollësi në kodin e punës. Çfarë do të thotë, si veprohet etj. Ka të bëjë me procedurën e shkëputjes së një kontrate me afat pacaktuar. Ka të bëjë me afatet që duhen zbatuar deri në 1. Ka të bëjë me arsyet, që këto arsye nuk janë më të kota, duhet të jenë shumë të rëndësishme, shumë të justifikuara, dhe duke u hedhur me shkrim, unë i kam ato argument për në gjykat. Ka të bëjë me ngritjen e qendrave profesionale që punëson njerëz me afate të shkurtra. Ka të bëjë me punën në kompjuter në shtëpi. Dhe ajo punë të vlerësuar, ka të bëjë me praktikën, që unë punoj diku dhe bëj praktikën, ajo praktik paguhet. Të gjitha këto bashk dhe kryesorja marrëdhënia punëdhënës, punëmarrës, e cila është realisht e them që janë bërë goxha përparime, goxha përmirësime, është një marrëdhënie shumë e rëndësishme që është pasqyruar në kodin e ri të punës. Është një kod i mirë. Kodi i punës ka qenë i mirë, po është një kod shumë i mirë. Ka qenë nga kodet e mira. Do të thotë jep argumente, ka mbrojtur gjithmonë punëtorin. Në një farë mënyrë, kurse tani duke i dhënë me detaje, dhe kryesorja që nuk dua ta lë, është që barrën e provës në gjykat e ka punëdhënësi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse nuk më duhet mua të shkoj në gjykat kur ti shkëput ndërpret kontratën me afat pacaktuar me mua dhe të shkoj të argumentoj pse s'kam faj si punëmarrës. Ama ti si punëdhënës në momentin që mua më ndërpret të kontratë, duhet të argumentosh arsyet shumë të rëndësishme, të cilat teksohen me pika, cilat janë ato në kodin e punës qartazi. Fjalët e fundit të Hikmet Edajis për sindikatët e tipografëve, cilat janë? Unë i kam shumë për zemër tipografët. I kam shumë për zemër. Dhe kam luftu, jo vetëm unë, po gjithë këshilli, kemi luftu shumë për të përmirësuar kushtet e jetës së tyre. Në radhë para hoqëm plumbi një herë, që ishte më e rëndësishmja. Hyri kompjuteri në të gjithë proceset. Janë makineri të fjalës fundit. Pra kushtet e punës në poligrafi nuk diskutohen më, flas për ndërmarrje serioze, siç është Ilari, siç është Kristalina, siç është Pegi, siç është janë ndërmarrje vlera, shkronja e vlerave, nuk flas domethënë për ato që tash garazhet e makinave. Dhe këto punëtor tipograf që themi një të vërtetë, Enver Hoxha atëherë në kohën e vet thonte janë inteligjenca e klasës punëtore. Dhe e di pse thonte, sepse ishin të parët që shtypshin gazetë, që shtypshin librat, romanet, që shtypshin diçka, duke i shtypur, ai skaciteti që dilte, ne lexohesh diçka, edhe ato mësonin diçka. Prandaj dhe ai thonte janë inteligjenca e klasës punëtore, ato janë vërtet inteligjenca. Tipografët janë njerëz të mrekullueshëm me një shpirt jashtëzakonisht të madh. Në këtë ditë ne po ndjekim një problem shumë madhor. Po ndjekim problemin e pensionit të profesioneve të vështira, në të cilët padrejtisht tipografia është përjashtuar në ditët e fundit të regjimit të Enver Hoxhës, kur ishte Rami Zalia, dhe është futur, nuk e di se kush e ka bërë këtë mrekullinë, në kategorinë e dytë. Po janë shumë punëtorë që kanë punuar në linotype, që ishin makinat që punonin vetëm me radhitje plumbi etj. Dhe ne tash po bëjmë debate, kemi filluar me avokatin e popullit, me sigurimin shoqërore, me ministrinë e punës, edhe çështjeve sociale, u bën kaq kohë që ne, domethënë, kavardisemi me to, për të mund të bërë të mundur që të kalojmë kategorinë, domethënë kategorinë e shpirtit. Dhe këto 200-300 punëtorë, tash nëse janë më shumë që kanë mbetur ende gjallë, se pjesa më e madhe e tyre nuk është më, të përfitojnë këtë pension, domethënë, ashtu siç i takon me dinjitet. Përveç kësaj, një gjë shumë e rëndësishme çfarë unë synoj për sindikatën e tipografisë,
Synoj që si kundër ajo mori flamurin e demokracisë në fillim. Synoj ashtu si kundër ajo ishte pjesëtare shumë e rëndësishme në shkatërimin e diktaturës që ishte në Shqipëri, të jetë edhe sot flamurtare në të gjitha problemet sociale, të jetë një sindikat e fuqishme dhe në krah të BSPSH-s, domethënë bashkë me BSPSH-n ku ne jemi të aderuar, të ndihmojmë që të eci sa më mirë sindikalizmi në Shqipëri. Duhet punëtorët të kuptojnë, e thashë edhe më parë, që sindikata është ajo që t'i mbrojë. Jam dakord me Lindën, kodet kanë ndryshuar, janë përmirësuar, po janë njerëzit ato që i zbatojnë. Ku e gjejun Linda Slimanin? Ku e ka zyrën ose çfarë ndihmë? Studio ime është në rrugën Yazidemi, përballë gjykatës civile të shkallës parë. Atje jam... Të gjejmë... Po, jam kryesisht avokate civiliste, jo penaliste. Vajza, unë s'kam që themë shumë, ju falenderoj që kisha në studio. Falenderojmë shumë. Ishte një ndihmë për sindikatën e tipografisë, sidomos ky apeli i fundit kur një bëthirje gjithë tipografëve janë ose s'janë në numër, domethënë për të organizuar në sindikat, ato do ta gjejnë ndihmën e sindikatës dhe duhet vinë në sindikatën e tipografisë. Të nderuar televizionistë, ishim në studio me Heqmet e Dajnë, presidente e Sindikatës Pavarur të Tipografëve të Shqipërisë. Ishim në studio me Linda Slimanin, avokate e sindikatave dhe anëtar e Këshillit Kombëtar. Falenderoj që keni në studio. Ju falenderoj të dyve. Të nderuar televizionistë, falenderoj për vëmendjen. Faleminderit dhe juve. Lider në mobilim. Arredojmë shtëpi, bare, restorante, shkolla, qerdhe, hotele dhe ambientet jashtme. Tipari ndallues, garancia dhe cilësia e produktit, asistencë dhe konsulencë në arkitekturë, si dhe zbatime montim nga kompania në afatet e caktuara. Produktet tona i gjeni kudo në Shqipëri, Kosovë, Greqi, Itali e Maltëzi. Ardeno, arti i mobilimit.